Zoti Stava, atëherë, reagimi ambasadës së SHBA-s vjen sigurisht në një moment delikat kur kryeministri deklaron se parlamenti nuk ka ngut për të shërtuar kërkesën e SPAK ndaj një zyrtare të lartë të qeverisë, por ndërkohë kërkesja për heqjen e imunitetit është depozituar prej muajsh. Si e shihni, zoti Stava, apo sfidohet në mënyrë indirekte tashmë pavarësia e drejtësisë në Shqipëri? Atëherë, kjo që po ndodh me rastin Balluku, nxjerr zbuluar një skenar të kaqërshëm të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Rama. Kjo nuk është një lojë që ka nisur sot. Kjo ka nisur që në 2016. Ky skenar është e kuptueshme që çdo forcë politike kur është në pushtet ka dëshirë të menaxhojë, sidomos pushtetin e tretë, pra legjislativin. Dhe ky skenar e nxjerr në mënyrë të hapur me fjalë qëllimin dashakeqës të kryeministrit Rama për të mbrojtur jo zonjën Balluku, sepse opinioni publik ka një perceptim të gabuar të vërtetë të vërtetës. E përqendrojnë gjithë vëmendjen tek zonja Balluku. Unë e shikoj pak më thellë këtë problemi sepse këtu nuk është problem zonja Balluku. Këtu është problem sistemi dhe drejt për drejt zoti Rama. Unë nuk kam dëshirë të merrem me humorin e zotit Rama që kush mund të hajë dardha pas fëmijë apo moll apo fiq. Unë nuk besoj që zoti Rama është një dashamirës i bujqësisë, sepse e ka treguar me fjalë që bujqësia shqiptare e ka lënë peng të 3 apo 4 oligarkëve të cilët janë në shërbim të tij. Sepse mjafton të shohim sot braktisjen e zonave rurale, ne do të kuptojmë fjalë kush është qëndrimi i zotit Rama përballë bujqësisë shqiptare. Po dalim tek shqetësimi kryesor. Zoti Rama ka një fjalë që po tenton me çdo mjet, duke përdorur dhe lobuar, pa përjashtuar dhe financimet në dorë, për të majtur në kontroll skandalin, jo unë të një skandal shtetëror për tjerë vërtetës, ai që ka ndodhur me zonjën Balluku. Para se me komunikuar me ju, po mendoja një fjalë punën dhe shërbimet që ka bërë zoti Rama gjatë këtyre 13-14 viteve në pushtet. Dhe po të analizoj rrugët kryesore ose arteret kryesore të rrugëve nacionale, është vështirë të gjesh një rrugë e cila me fjalë nuk është pjesë e skandaleve. Okej, dakord Kosta, që ka 3 fishuar, 4 fishuar, apo 5 fishuar me rajonin, pra me vendet e rajonit, por problemi është me fjalë që këto rrugë akoma pa mbukur vitin e inaugurimit, ato kanë dhënë pasoja dëmtime, të cilat nuk janë vetëm shqetësim për buxhetin, sepse kanë dhënë një goditje goxha të rëndë, por ato janë kthyer edhe në një rrezik. Për sa kohë mi fjalë arteret kryesore të rrugëve në Shqipëri kanë problematika të tilla, Shqipëria nuk bëhet një vend i lakmueshëm nga investitorët strategjik. Dhe kjo bën pastaj mi fjalë që ne të kalojmë një tip gjendje kolapsi. Unë e di mi fjalë që dikush që na dëgjon mund të thotë mos po kalon më shumë, po rëndon situatën në gjykim. Unë përkundër do të tentoj të jem i rezervuar, sepse mjafton sot reagimin e Bashkimit Evropian, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjithë faktorët ndërkombëtar. Ne kemi dëgjuar pa fund skandale, të cilat kanë ardhur nga agjencitë ndërkombëtare. Janë pikërisht këto agjencitë të cilat po ja prezantojnë publikut në forma dhe me metodat e tyre skandalet e qeverisë. Po lloj skandalesh nuk janë që lindën dje dhe u zbuluan sot. Këto kanë të paktën 14 vite. Është vetë sekti të cilët Rama është pjesë e këtij sekti, të cilët këto e kanë formë për të menaxhuar pushtetin politik, për të menaxhuar pushtetin ekonomik, për të menaxhuar, kontrolluar dhe deformuar dhe opinionin e qytetarëve. Unë do të them një shqetësimi që ne kemi diskutuar edhe herë të tjera bashkë. Mënyrë se si e kontrollojnë opinionin publik në mediat kryesore, në rrjetet sociale. Pra, kontrollojnë gjithçka në shërbim dhe në funksion të pushtetit. Me këto skandale që kanë ndodhur, është e vështirë që çdo qeveri në fjalën e Europën përmorë të mbijetonte. Po çfarë kemi? Ne kemi me fjalë një pushtet i cili kontrollon gjithçka,
rinin e ka larguar, pra sot shifrat kanë të frikshme, kanë kaluar në nivelin 25-26% të rinisë shqiptare, cila është larguar. Është larguar elita e kombit, po largohen dhe zanaçit. Edhe këtu mi fjalë po ngjelet një grup shoqëror që për hir të vërtetës është portar okay. Dhe ja ku jemi në këtë situate. Detyrohen pastaj vendet partnere të reagojnë, të ushtrojnë tushtim dhe presion ndaj pushtetit, që të paktën ekonomia të marrë frymë, sepse për hir të vërtetës ekonomia shqiptare mos e quaj çudi të shkojë drejt një kolapsi. Pse mund të shkojë drejt për një kolapsi? Ne nuk kemi një shoqëri, nuk jemi një ekonomi që prodhon. Ne vetëm importojmë. Këto pak gjëra që ne i eksportojmë janë gjëra të produkteve bujqësore dhe të nëntokut shqiptare. Dhe ne punojmë për të tretët, pra me porosi. Edhe një vend i cili nuk prodhon asgjë, e ka të vështirë mbjetesën, sa do të vinë para të pista nga Anglia, nga Hollanda, nga Spanja, nga grupet kriminale. Ato ashtu si që prodhojnë energji pozitive për shoqërinë dhe sidomos për ekonominë, do të vinë një moment me fjalë që ato mund të pranohen për njërin apo për tjetrën arsye dhe ne do të kemi një kolaps. Mos e quaj çudi që jo shumë larg sistemi ndërtimi do të kalojë në një kolaps, i cili mund të jetë shumë më i rëndë se çdo krizë ekonomike që mund të kaluar shoqëria shqiptare. Sepse komplet ekonomia shqiptare është orientuar drejt ndërtimit. Ndërtimi nuk është si them një aktivitet prodhues, është aktivitet ndërtimi, i cili riciklimin e paras nuk e fut në funksionet apo në kanalet e ekonomisë që do të japin produktin. Por kjo lloj skeme do të çojë ekonominë shqiptare në një situatë për mua jashtëzakonisht të vështirë. Dhe po të shohësh pak me kujdes. Në mënyrë se si menaxhon pushteti skandalet që i dalin çdo ditë. Diku nëpërmjet medias, diku nëpërmjet presionit. Do të pa u mbyllur akoma një skandal i rrallës, të them dhe skandali tjetër. Dhe po të hyjmë në histori për në skandaleve, me të cilët ne sot përballë shoqërisë shqiptare nga 13 vite apo 14 vite, është e vështirë në fjalë që mund të shkruajmë një libër Guinness, pra për rekordet Guinness, për skandalet e qeverisë shqiptare. Ky është realiteti i qeverisë shqiptare sot. Sa do të reagojë ambasada amerikane? Sepse ne pamë edhe para 4 ditësh, dhoma amerikane se reagojnë në mënyrë të ashpër. Ajo ngriti një problem dhe një shqetësim goxha madhore. Në qoftë se mban mend para një viti gjysmë 2 vjetësh kur gjoja në fjalë u lançua një lajm i kur ishim sulmuar nga hakerat iranianë. Unë atë kohë kam patur një reagim të drejtë për drejtë dhe kam thënë se ne jemi sulmuar nga hakerat iranianë. Ne thjesht kemi një goditje nga brenda sistemit për të rivillur një marrëveshje të re, e cila shkoi mbi 200 milion euro, dhe sot jemi përballë një situatë të tillë, në fjalë që përsëri siguria kibernetike është në rrezik. Ne jemi një vendatar i NATO-s, dhe është e pafalshme për ne përballë partnerëve tanë strategjik të bëjmë një demonstrim kaq të paaftë, të korruptuar, që jo të pisët dhe me një dyshimin në shërbim të fuqive jo dashamirëse ndaj Shqipërisë. Dhe këto janë realitetet. Qartë, zoti Stavangana, tjetër nga Brukseli, mesazhi ishte më i drejtë për drejtë. Pra Parlamenti duhet të trajtojë pavonjesa kërkesën për heqjen e imunitetit dhe kjo sigurisht që e vendos kuvendin deri diku në qendër të presionit ndërkombëtar. Mendoni se tashmë Shqipëria